Qëndrimet e vetëvendosjes dhe tentativa e saj për ta politizuar protestën e 17 tetorit në Tiranë në mbështetje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe lirimit të Hashim Thaçit ka shqetësuar edhe veteranët e luftës, organizatorë të tubimit. Deklarata e lëvizjes vetëvendosje e lëshuar mbrëm vonë tregon qartë se kjo parti po përpiqet të politizojë dhe të zbejë qëllimin e protestës së madhe që do të mbahet në Tiranë më 17 tetor. Organizata e veteranëve të luftës sqaron se kjo protestë nuk është asnjë partie politike, ajo është zëri i popullit shqiptar, zëri i veteranëve, i familjeve të dëshmorëve dhe i gjithë atyre që nuk pajtohen me padrejtësinë që po u bëhet krerëve të UÇK në Hag dhe se nuk do të lejojnë që lufta e shenjtë e ushtrisë çlirimtare të përdoret për interesa partijak. Në të njëjtën kohë, veteranët e luftës shprehin falënderim për mbështetjen e marrë nga qeveria shqiptare. Shprehim falënderim të sinqert për kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, i cili është treguar zë i qartë dhe mbështetës i kësaj kauze të drejtë. Sipas organizatorëve, në protestën e 17 tetorit në Tiranë, pritet të mlidhen mijëra shqiptar nga të gjitha trojet për të treguar se UÇK-ja është nderi i kombit dhe s'ka gjykatë që mund ta njollos atë.